Top 10 konfliktet që mund të shpërthejnë në 2026 deri në 2030. Bota sot nuk është vetëm e rrezikshme. Analistët e luftës dhe mbrojtjes paralajmërojnë se 2026 dhe vitet që pasojnë mund të sjellin një periudhë tensionesh gjeopolitike të intensifikuara, luftra të pasgjidhura dhe pika të reja shpërthimi nëpër glob. Forumi Ekonomik Botror vlerëson se konfrontimi gjeoekonomik dhe luftra e armatosur shtetërore janë dy rreziqet kryesore afatshkurtra për vitin 2026. Por mbi të gjitha, sipas profesorit Neofitos Loisides të Universitetit të Warwick, rreziqet nuk vijnë nga një rajon i vetëm, por nga goditje globale të njëkohshme, që qeveritë duken gjithnjëre më pak të afta t'i menaxhojnë. Sot do të shikojmë 10 konfliktet me potencialin më të lartë të shpërthimit deri në vitin 2030. Jo sipas dëshirave tona, por sipas të dhënave. 10. Sudani, lufta e harruar. Ndërkohë që bota shikonte Ukrainën dhe Iranin, Sudani shpërtheu. Që nga prilli 2023, Sudani ka qenë në luftë civile mes forcave të armatosura sudaneze dhe forcave të mbështetjes së shpejtë, dy grupeve ushtarake që dikur ishin aleat dhe tani luftojnë për kontroll total të vendit. Konflikti ka krijuar krizën humanitare më të madhe në botë sot, me mbi 10 milion njerëz të zhvendosur dhe zona të tëra nën uri masive. Pse ka rëndësi për botën? Sepse Sudani ndodhet në zemër të Afrikës dhe destabilizimi i tij rrezikon të përhapet në Çad, Republikën Qendrore Afrikane dhe Etiopi. Pothuajse gjithë korni i Afrikës mund të tërhiqet në kaos. Kjo luftë mund të zgjasë dekada. 9. Etiopia dhe briri i Afrikës. Paqja e brishte e Etiopisë është nën rrezik. Forcat federale vazhdojnë përleshje me ish rebelet e Tigrajt dhe milice të tjera. Ekziston gjithashtu kërcënimi i rinovuar nga kufiri me Eritren. Nëse Addis Abeba kërkon akses ndaj detit Kuq, kjo mund të provokojë militantë të drejtuar nga Eritrea. Etiopia është vendi i 10 më i populluar në botë, me rreth 130 milion banor. Një konflikt i ri mund të prodhojë valë refugjatësh që do ndikonte gjithë rajonin. Dhe ka edhe faktor tjetër. Somalia, Eritrea, Xhibutia, të gjitha ndodhen në një rajon me interesa gjeopolitike të mëdha mes Kinës, Rusisë, SBA-s dhe vendeve të xhirit. Kjo e bën bririn e Afrikës një nga zonat ku ndikimi i fuqive të mëdha mund të nxjisë konflikte lokale. 8. Venezuela, shpërthimi amerikan. Fillimi i 2026-s solli surprizë. SBA-n kreu sulme në Venezuela, kapi dhe ekstradoi presidentin Nicolas Maduro dhe gruan e tij për të përballur me akuza amerikane. Por historia nuk mbaroi aty. Venezuela ka rreth 28 milion banor, ushtri të madhe dhe aleat si Kuba, Rusia dhe Kina. Rreziku i krëngritjes, luftës guerilase dhe destabilizimit rajonal është real. Sulmet amerikane brenda Venezuelës konsiderohen nga analistët si ilustrimi më dramatik i sjelljes, si zbatimi i rregullave është opsional nga fuqitë e mëdha. Nëse Venezuela shembet në luftë civile, valët do të ndihen deri në Kolumbi, Brazil dhe Panama. Dhe Kina, e cila ka investuar miliarda në naftën venezueliane, nuk do të qëndrojë pasive. 7. Korea e Veriut, bomba me sahat. Programi bërthamor i Koreas së Veriut vazhdoi në 2025 me testimin e sistemeve të reja të shpërndarjes. Korea e Veriut pretendon të ketë testuar raketë balistike ndërkontinentale me kokë hipersonike. Korea e Veriut do të intensifikojë me shumë gjas përpjekjet për modernizimin e ushtrisë gjatë ciklit të mbrojtjes 2026 deri në 2030. Duke ndjekur objektiva revizioniste të zgjerimit të statusit ndërkombëtar nëpërmjet frenimit bërthamor. Por rreziku i vërtet nuk është vetëm teknologjia. Bisedimet e mundshme midis Kim Jong-un dhe Trump mund të hapin mundësi diplomatike, ose mund të dështojnë dhe të prodhojnë provokime të reja. Strategjia e Kimit është të konsolidojë statusin bërthamor dhe pastaj të negociojë nga pozicioni force. Edhe nëse negociatat dështojnë,
testi i 7 bërthamor mund të ndryshojë llogaritet e sigurisë në gjithë Azinë Lindore. 6. India dhe Pakistani, 2 bomba bërthamore krah për krah. Ky konflikt shpërtheu tashmë dhe mund të shpërthejë sërish. Në maj 2025, India dhe Pakistani u përfshin në konfrontim ushtarak më të rëndësishëm të viteve të fundit, duke shkëmbyer sulme me dronë dhe raketa. Në 7 maj, India e nisi operacionin Sindur, goditja raketash ndaj territorit pakistanez pas një sulmi terrorist në Kashmir, që vrau 26 civil indian. Instituti CFR paralajmëron mundësi të moderuar të konfliktit të armatosur mes Indisë dhe Pakistanit në 2026, bazuar në aktivitetin e shtuar terrorist në Kashmir. Por çfarë bën këtë të veçantë? Të dy vendet kanë armë bërthamore. Ky ishte konflikti ushtarak i parë mes dy kombeve me armë bërthamore, duke ngritur shqetësime globale për eskalimin e mundshëm bërthamor. 5. Ukraina, lufta që nuk mbaron. Lufta Rusi-Ukrainë vazhdon të jetë ngjarje gjeopolitike me më shumë pasoja që nga fundi i luftës së ftohtë. Konflikti ka ridizenjuar arkitekturën e sigurisë europiane, nxiti regjimin më të madh të sanksioneve në histori dhe solli NATO-n dhe Rusinë në afërsinë më të madhe të konfrontimit të drejtë për drejtë që nga përfundimi i luftës së ftohtë. 3 skenar kryesor. Progresi i ngadaltë i Rusisë, konflikti i ngrirë nga lodhja, marrëveshje e imponuar nga realiteti i fushës. Por ekzistojnë edhe 2 skenar shumë më të rrezikshëm: kolaps Ukrainës, ushtarak ose politik, me ndihmën e sabotimit rus, ose kolaps ekonomik rus, nëse sulmet ajrore godasin industrinë e naftës. Çdo skenar që përfshin përdorimin e armëve bërthamore, sido që të duket i pamundur, do të përfaqësonte një ngjarje që do ndryshonte civilizimin. 4. Lufta që po vazhdon. Ne e njohim këtë konflikt. Mirë, kemi ndjekur çdo zhvillim. Armë pushimi skadon në 22 prill. Bisedimet e dyta nuk janë konfirmuar. Por edhe nëse kjo luftë e veçantë mbyllet me marrëveshje, rreziku strukturor mbetet. Irani dhe Izraeli mbeten thellësisht armiqësor. Boshti i rezistencës, Hezbollahu, Huthët, milicet irakiane janë dobësuar por jo eliminuar. Dhe programi bërthamor iranian është bërë çështje ekzistenciale për gjithë aktorët. Dhe ka diçka tjetër. Si rezultat i këtij konflikti, Arabia Saudite dhe Korea e Jugut po lëvizin drejt kapaciteteve të pasurimit të uraniumit, me mbështetjen aktive të SBA-s. Kjo rrit ndjeshëm rrezikun e prodhimit bërthamor rajonal. Bota mund dal nga kjo luftë me 3 ose 4 vende të reja pranë kufirit bërthamor. 3. Saheli dhe vendet e Afrikës perëndimore. Kaosi zgjerohet. Zona Sahel, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Çadi mund të shpërthejnë. Grupet si ISIS dhe Al-Qaida kanë gjetur terren pjellor në vendet me qeverisje dobët, papunësi masive dhe ndryshim klimatik. Nigeria, me 220 milion banor, përballet me kryengritjen islamike nga ISWAP dhe Boko Haram në veri, si dhe lëvizjen separatiste të Biafras në jug. Zgjedhjet e 2026-s mund të jenë pika shpërthimi. Faktorët e shumë të sigurisë po konvergjojnë, duke kërcënuar me shëmbje më të gjerë. Nëse Nigeria, ekonomia më e madhe e Afrikës, shembet, pasojat do të ishin katastrofike për të gjithë kontinentin. Dhe Rusia, nëpërmjet grupit Wagner dhe pasardhësve të tij, kanë nxitur aktivisht destabilizimin e rajonit, duke zvendësuar ndikimin francez dhe perëndimor. 2. Kina dhe Tajvani. Blokada ose pushtim. Tajvani mbetet pika shpërthimit më e rrezikshme. Konkurenca SBA-Kin shtrihet në përdimensione ushtarake, teknologjike dhe ekonomike, por Tajvani është kurthi ku të gjitha këto dimensione konvergjojnë. Pekini ka studiuar me kujdes luftën e Rusisë në Ukrainë, duke kuptuar sfidat dhe kostot e pushtimeve moderne. Megjithatë, diferenca masive mes Kinës dhe Tajvanit mund ta tundojnë Kinën të veprojë, veçanërisht nëse mbështetja amerikane duket se po dobësohet, ose nëse kosto ekonomike një operacioni po zvogëlohet. Për momentin, analistët shohin blokadën detare si skenarin më të mundshëm,
jo pushtimin në drejt për drejt. Për edhe një blokadë do të kishte rreziqe kolosale, përplasje të mundshme me SBA, sanksione masive dhe destabilizimi të tregjeve globale. Tajvani prodhon 90% të gjysmëpërcjellsve më të avancuar në botë. Nëse linja e furnizimit prishet, çdo telefon, çdo kompjuter, çdo makinë moderne ndalon. Lufta e tretë botërore, skenari i katastrofës gjithëpërfshirëse. Ky nuk është konflikti vetëm, është skenari ku konfliktet e mëparshme kryqëzohen dhe eskalojnë njëkohësisht. Forumi Ekonomik Botëror paralajmëron se rreziqet e menjëhershme të konfliktit armatosur, armëve të ekonomisë dhe fragmentimit shoqëror po kërcënojnë botën. Ndërkohë, sfidat afatgjata, nga përshpejtimi teknologjik deri te dekadenca mjedisore, po krijojnë efekt anësor shtesë. Si mund të ndodhë? Skenari 1. Kina sulmon Tajvanin, SBA ndërhyn, Rusia shfrytëzon momentin dhe sulmon antar të NATO-s në Baltik. Koreja e Veriut lëshon raketa. Skenari 2. Lufta Iran-SBA eskalon, pakti Kinë-Rusi aktivizohet, ekonomia globale shembet. Skenari 3. Ndoshta më i mundshmi dhe më i rrezikshmi. Asnjë vendim i vetëm strategjik nuk e shkakton, por një gabim llogaritjeje, një keqkuptim, një incident i vogël i egzageruar nga dy palë të lodhura dhe të tensionuara. Fuqitë kryesore po sillen sikur zbatimi i rregullave të jetë opsional. Bashk, ato krijojnë një botë ku rreziku nuk është parashikim. Rreziku është zgjedhje politike. 10 konflikte. Asnjëri prej tyre nuk është i pashmangshëm. Të gjitha janë të menaxhueshme, teorikisht. Çfarë mund të bëjmë ne si qytetarë të thjeshtë? Mund të kuptojmë, mund të informohemi dhe mund të votojmë. Nëse kemi privilegjin e demokracisë, për lidera që mendojnë para se të veprojnë. Sepse, si ka thënë gjithmonë historia, luftrat nuk fillojnë sepse njerëzit duan luftë. Fillojnë sepse liderat nuk i kuptojnë pasojat. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.